parashpallje së rezultateve përfundimtare, shoh të domosdoshme që të bëjmë disa sqarime lidhur me zhvillimet që kanë të bëjnë me këtë proces zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto zgjedhje ka zbatuar ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në verën e vitit 2023, nga i cili ligj janë shtuar përgjegjësitë ligjore për KQZ-n e që përfshin procesin zgjedhor brenda dhe jashtë vendit. Për herë të parë, KQZ ka organizuar votimin fizik në 30 përfaqësi diplomatike të vendosura në 19 shtete të ndryshme dhe votimin me postë në kuti postare të hapura nga KQZ në 22 shtete të ndryshme. Për çka i falenderojmë stafin e MPJD-s dhe misioneve diplomatike për gatishmërinë dhe përkrahjen në këtë proces zgjedhor. Gjithashtu, për herë të parë, KQZ ka organizuar numërimin e votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimin e rezultateve të subjekteve politike në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat jemi përkujdesur që procesi i numërimit të jetë sa më transparent për publikun, duke shfaqur që këtë proces në monitor për mediat dhe vëzhguesit. Sigurisht se pas çdo procesi zgjedhor, KQZ do të diskutojë në forume të brendshme, do të analizojë ecurinë e organizimit të procesit zgjedhor në mënyrë që të bëhen përmirësimet e duhura, meqense vetëm pas disa muajsh do të fillojmë organizimin e zgjedhjeve lokale për kryetarë të komunave dhe kuvende komunale. Po ashtu, si institucion që zbaton ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, do të analizojmë më shumë ndikimet e ndryshimeve ligjore në raport me aspektet organizative të procesit zgjedhor. Rrjedhimisht, si KQZ do të mund të nxjerrim ndonjë rekomandim për Kuvendin e Arshëm të Kosovës për ndryshime ligjore. Vonesat për shpalljen e rezultateve përfundimtare janë bërë për disa arsye. Një nga arsye ka të bëjë me zbatimin e ndryshimeve të shumta ligjore, të cilat kanë shtuar detyra për KQZ-n. Arsyeja tjetër ndërlidhet drejt për drejt me platformën elektronike të rezultateve. Problemet me prezantimin e rezultateve preliminare për subjektet politike na kanë detyruar që të shtojmë kontrollin e aktiviteteve edhe në qendra komunale të numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet. Pra, para publikimit të çdo rezultati, ne është dashur që të bëjmë verifikimet tona duke krahasuar statistikat me format e plotësuara gjatë numërimit dhe kjo sigurisht se ka marrë kohë deri në paraqitjen e rezultateve dhe ka zgjatur procesin. Rikujtojmë se problemet me shfaqjen e rezultateve preliminare për subjektet politike nuk kanë pasur ndikim në rezultatin e procesit zgjedhor, pasi publikimi i këtyre rezultateve ndodh vetëm kur mbaron numërimi i fletvotimeve në vendvotime. Pra, rezultati ishte i evidentuar në formularet e subjekteve politike dhe këta formular, sipas procedurave, u jepen edhe përfaqësuesve të subjekteve politike dhe vëzhguesve që janë të pranishëm në vendvotim. Pavarësisht këtyre problemeve, rezultatet që sot do t'i shpallim kanë ndjekur hapat e parapar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe aktet nënligjore, si dhe në kushtet e një transparence të plotë. Si Komision Qendror i Zgjedhjeve, kemi qenë unik në reagimin për situatet e krijuar dhe të gjithë jemi angazhuar në evitimin e problemeve. Ne jemi mirënjohës të gjitha subjekteve politike për mirëkuptimin e shprehur për situatën e krijuar. Ne jemi të vetëdijshëm se problemet me publikimin e rezultateve, edhe pse ato ishin preliminare dhe pa ndonjë efekt juridik, krijojnë mosbesim në procesin zgjedhor. Por si institucion kemi krijuar procedura dhe akte nënligjore që mbrojnë integritetin e procesit zgjedhor edhe në rrethana të tilla. Të gjitha dilemat që janë krijuar me problemet që shoqëruan publikimin e rezultateve preliminare, jemi munduar t'i heqim pasi në qendrat komunale të numërimit, krahas numërimit të votave të kandidatëve për deputet, kemi bërë edhe verifikimin e rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime. Në 38 qendrat komunale të numërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ofruar transparencë të plotë të procesit të numërimit, duke prezantuar në ekrane punën e çdo ekipi të numërimit. Përfshirë pamjen e fletvotimeve të plotësuara në 2533 vendvotime nga votuesit dhe krijimin e formularëve digjital nga ekipet e numërimit. Natyrisht se problemet me publikimin e rezultateve preliminare kanë ndikuar negativisht në imazhin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ndërtuar me shumë punë për gjatë këtyre viteve.
Me njëherë pas problemeve që janë shfaqur, KQZ ka ftuar institucionet kompetente për të sqaruar situatën dhe tashmë kjo pjesë është në nënhetime që këto institucione janë duke zhvilluar. Presim që këto institucione të dalin me gjetjet e tyre. Si përfundim, përkundër të gjitha sfidave me të cilat jemi ballafaquar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve siguron se në asnjë moment nuk është cënuar integriteti i votës dhe rrjedhimisht vullneti i votuesve të Republikës së Kosovës është pasqyruar në rezultatet që do t'i shpallim sot. Të nderuar qytetarë, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare për subjektet politike dhe kandidatet për deputet. Për këtë vendim, KQZ paraprakisht ka marrë konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa dhe nga Gjykata Supreme se në këto institucione nuk ka ndonjë çështje e cila është duke u trajtuar. Në vazhdim do të prezantojmë rezultatet për subjektet politike dhe kandidatet që kanë arritur të fitojnë ulse në Kuvendin e Kosovës si dhe disa statistika, ndërkaq në web faqen e KQZ do të publikohen rezultatet e detajuara për të gjithë kandidatët. Numri i votuesve të regjistruar ka qenë 2.075.868. Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vend votim është 966.283. Pjesëmarrja në votime 46.54%. Nga këto zgjedhje, rezultati është si në vijim. Lëvizja vendvendosje 396.787 vota, apo 22.30%. Partia Demokratike e Kosovës 196.474, apo 20.95%. Lidhja Demokratike e Kosovës me 171.357 vota, apo 18.27%. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 66.256 vota, apo 7.06%. Srpska Lista 39.915 vota, apo 4.26%. Koalicioni për Familje 20.023 vota, apo 2.13%. Partia Ashkalinëve për Integrim 2.196 vota, apo 0.23%. PDAK-LPB 2.056 vota, apo 0.22%. Në vijim do t'i lexoj ndarjet e vendeve për secilën parti politike dhe emrat e kandidatëve të cilët kanë marrë votat mjaftueshme për të hyrë në kuvend. Lëvizja vetëvendosje me 48 vende, Partia Demokratike e Kosovës me 24 vende, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 vende, Srpska Lista 9 vende, AK dhe Nisma 8 vende, Kosova Demokratik Turk Partisi me 2 vende, ndërsa Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, Nova Demokratska Stranka, za Slobodu, Pravdu i Opstana, Koalicija Vakat, Partia Liberale Egjiptiane, Socijaldemokratska Unija, Partia e Ashkalinëve për Integrim, Jedinstvena Goranska Partija dhe Partia Rome e Bashkuar me nga 1 vend. Nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje, vota për të hyrë në kuvend kanë marrë Albin Kurti me Albin Kurti, Glau Konjufca, Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Sveçla, Donika Gërvalla Shvarc, Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila, Arben Vitia, Eyüp Maqedonci, Shqipe Mehmeti Selimi, Saranda Bugujevci, Edona Lalloshi, Mefail Bajqinovci, Hajrolla Çeku, Armend Muja, Jeta Statovci, Haxhi Abdyli, Albena Reshitaj, Artane Rizvanolli Berisha, Nezir Kraki, Adelina Grainca, Arbresh Kryezeu Hyseni, Arbër Rexhaj, Dimal Basha, Valon Hoti, Arbërije Nagovci, Liza Gashi, Valon Ramadani, Labinot Demi Murtezi, Fjolla Ujkani, Halil Thaçi, Fitore Pacolli Dalipi, Agim Bahtiri, Artan Abrashi, Salit Zyba, Ardiana Matoshi, Drita Pajaziti, Fitim Haziri, Bylbyl Sokoli, Driton Hyseni, Bajram Mavriqi, Arjeta Fejza, Ilir Kërqeli, Fatmire Kolçaku, Arjeta Regjepi dhe Rozeta Hajdari.
Nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, Memli Krasniqi, Urani Ismaili, Vlora Qitaku, Sala Jashari, Enver Hoxhaj, Përparim Gruda, Ganimete Musleu, Naid Hasani, Jakub Nura, Rahman Rama, Artan Behrami, Mergim Lushtaku, Elmire Qica, Ferhat Shala, Blerta Deliu Kodra, Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Gjevahir Geci, Abelar Tahiri, Ariana Musleu Shoshi, Eliza Hoxha, Arnore Salihu, dhe Kosovare Murseli. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdigjiku, Daor Sakica Gjelili, Kujtim Shala, Hykmete Bajrami, Abdullah Hoti, Anton Quni, Lutfi Haziri, Jehona Lushaku Sadreu, Gazmen Muhajeri, Armen Zemaj, Hysen Qekaj, Imri Ahmeti, Fadil Hadërgjonaj, Besjan Mustafa, Marigona Geci, Ekrem Hyseni, Krenar Gjaferi, Alban Zogaj, Sërbeze Muqaj dhe Arjeta Abazi. Nga Srpska Lista, Branislav Nikolić, Slavko Simić, Liliana Stefanović, Srđan Popović, Verica Čeranić, Igor Simić, Zlatan Elek, Miljana Nikolić dhe Stefan Kovačević. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Fatmir Limaj, Bek Berisha, Time Kadriaj, Lahib Brahimaj, Arbresh Krasniqi dhe Gjevahire Izmaku. Nga Kosova Demokratik Turk Partisi, Fikrim Damka dhe Fidan Gjilta. Nga IRDK, Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka, Emilija Regjepi. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak, Nenad Rashić. Koalicija Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane, Veton Berisha. Socijaldemokratska Unija, Duda Bali. Partia Shkallimve për Integrim, Artan Aslani. Jedinstvena Goranska Partija, Adem Hoxha. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Albert Kinolli dhe Skamo. Kjo është rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025. Nëse s'ka dikush diçka, unë e hedh në votim kush është për miratimin e këtij rezultati. Atëherë jemi në 10 vota për, miratohet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës që janë mbajtur me 9 shkurt 2025. I njoftojmë subjektet politike dhe kandidatët që mund të parashtrojnë ankesë ndaj shpalljes së rezultatit në afat prej 48 orësh, duke filluar nga sot me datë 15/2/2025 në ora 17. Në rast se ndonjë subjekt politik apo kandidat parashtron ankesë përmes postës, duhet ta njoftoj KQZ-n për këtë mënyrë të parashtrimit të ankesës, menjëherë pas dorëzimit të ankesës. Njoftimin mund ta bëj në cilën do mënyrë të komunikimit me KQZ-n dhe ta dëshmoj përmes dëshmisë së postës.